Dy antarë të gardës kombëtare janë qelluar me armë në qendër të Washingtonit vetëm pak minuta larg shtëpisë së bardhë, duke tronditur autoritetet federale dhe lokale. Incidenti ka ndodhur pranë stacionit të metros, një nga pikat më të frekuentuara të kryeqytetit amerikan, rreth 1.5 kilometra nga selia presidenciale. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, të dy pjesëtarët e gardës kombëtare ishin në detyrë kur u qelluan, ndërsa motivi mbetet ende i paqartë. Njëri prej tyre, sipas burimeve spitalore, ka marrë një plumb në kokë dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Mjekët po luftojnë me kohën për ta stabilizuar, ndërsa identitetet e dy të plagosurve nuk janë bërë ende publike. Zëdhënësja kryebashkiakës Muriel Bowser deklaroi se autoritetet e Washingtonit po monitorojnë situatën nga afër, ndërsa forcat e policisë dhe FBI-s kanë rrethuar zonën, duke mbledhur prova dhe pamje nga kamerat e sigurisë. Një numër i madh efektivesh është vendosur në të gjithë rrethin e biznesit nga frika një incidenti të mundshëm të lidhur me terrorizmin apo krimin organizuar. Ngjarja ka ndodhur në të njëjtën kohë që presidenti Donald Trump ndodhej në resortin e tij të golfit në West Palm Beach, duke shkaktuar menjëherë reagime në strukturat federale të sigurisë. Nuk ka të dhëna që incidenti të jetë i lidhur me presidentin, por situata mbetet e tensionuar.